Briken Cali është rikthyer të shkëlqejë në garat e mëdha, peshngritësi i cili ka ndëruar Shqipërinë duke u shpallur kampion bote dhe Europe. Ka vendosur 3 rekorde dhe ka fituar 3 medalje të arta në kampionatin ballkanik të peshngritjes, i cili po mbahet në Durrës për herë të parë pas 25 vitesh mungesë. Gjatë ekzekutimit të himnit kombëtar, Cali u pa i përlotur, pasi rezultati i arritur ishte shpërblim për periudhën 3 vjeçare të mbushur me dëmtime, por e vështirë edhe në aspektin personal për sportistin. Por unë besoj shumë të peshngritja sepse është një brez i ri, po nga Shtërmeni, nga Elbasani, nga Shkodra, nga Durrësi, jashtë Erik Letacarja që ka marrë medalje dhe ka thyer rekorde botërore për të rejat, që është vetëm 17 vjeç, dhe mendoj që peshngritja është në rrugë të mbarë. Janë ky Ballkan i cili ka prodhuar kampiona bote historikisht, ku themi të marrim pjellorima, e shumë sportistë tjerë, Briken Cali, një figurë e madhe, edhe sot. Federatës Ballkanike. Absolutisht. Pra janë gjëra në arritje e mira e këtij formimi dhe kësaj federate është se do kemi aktivitete të vazhdueshme, ne do shtojmë sportistat, cilësi sportive dhe qeshia mbi tort ishte sot Brikeni, i cili na dhuroi 3 medalje të arta dhe me të drejtë ai u përlot, kishim kohë pa u përlotur, mbasi ymni shqiptar dhe flamuri shqiptar në ngrit lart. Realisht kjo ka qenë një ndër eksperiencë më të vështira të karrierës time, duke pasur parasysh të gjithë dëmtimet dhe të gjithë pengesat e këtij 3 vjeçari, sepse realisht kanë qenë pengesa serioze, por dihet që kjo periudhë ka qenë realisht më vështira si nga ana profesionale dhe nga ana njerëzore dhe realisht ja dola që të bësh një rezultat jashtëzakonisht shumë të madh. 3 rekorde ballkanike, mos harrojmë që ishin dhe rekordi europian 2 prova që ishte tojmë, sepse sot ishin rekord europiane që do t'ja lëm në kampionatin pasardhë që është kampionati europian. Në kategorinë 79 kg garoi edhe Erkan Qerimaj, por peshngritësi shkodran nuk arriti të realizonte provat si në shkëputje ashtu edhe në shtytje.